telefonit të televizori. Aty I morëm. Ngjarje e ret, u shokuat? Shumë u shikuam, shumë. Në ka ardhur keq shumë. Në ka ardhur. Sa të bëjmë? Ta kanë ikur gjithë në Itali. Në Itali janë gjithë, në Itali. Aq keq në ka ardhur sa tamam se janë rritur fëmijët një lloj në ato janë rritur. Vini shpesh këtu në Shqipëri? Një herë në vit vini. Faleminderit. S'ka gjë. Gazetari jemi, faleminderit. S'ka problem. Si mendoni për ata që ka kryer këtë vrasjen? Çfarë dënimi duhet i jepet? Ai t'ja bërë, si që ka bërë, ashtu t'ja bëjnë vetë. Ashtu t'ja bëjnë. Si që ka bërë ai. Qa dënim tjetër do ai. Si që ka bërë ai, ashtu t'ja bëjnë. Faleminderit patjetër. Që s'ka bëha ndonjot të këna. Që nuk ka bëha ndonjot që kështu. U tërburi një. U tërbur gratë. Gjithë ditën në telefon. Kejtjen të moshë në kote tjetëri. A se ka mund të marun? Nuk e dim se që bëha ndonjot. Nuk e dim që bëha ndonjot. Kështu është për ta kejtë për vajzën e në për djemëria. Po mirë se ato e kanë me hak. Po ikin gratë me 3 kalemojnë, po i Po vritën burrat. Ata që e vrau, ç'mendim keni? Ai të varet. Të varet. Po jo vetëm ai, po janë po gjithë. Janë po gjithë. Ku të vëjmë në të vërtë? Qa të bëjmë ne dhej të shkre? Kimi met, kimi fmitë kur vetë. Faleminderit. Nuk e di që më Ngjarje e ret. Nuk e dim, ai të varet. S'ka pun tjetër, mo të varet. Ta gjinja jo, shtedja ka gjithë. Të varet midis Milana ose në Rom. Të varet të shofi popullit. Qa pa bëhat kështu? Qa pa bëhat kështu? Si 22 vjeçare këtu nga fshati juaj. A morën veç me anë televizorit. Me anë televizorit e morën veç, gota 22 vjeqe, Altila nuk e ditë si kështë. Martua, fëju duhe mi Filipinas, bënd ju me anë televizor, edhe e vrau e miku dhe baliqet e hodhin malet e Romës. Pyën atje. Kështu marrë veç. Ju u shokuat nga O shako, 22 vjeqe, kjo shaku më shumë. Ç'mendim keni për vrasësit? Vrasje do dënimit më të merituar. Të vrasë godi 22 vjeqe, nuk e do për shemë ndaje. Kjo me një mim. Ne s'ke që mim. Pse të mosh jetën, 22 vjeqe. Ne imi shëkuar, që mu nuk e di në sakë, imi shëkuar 22 vjeqe, ta vrasë, ta fut në qantë, në valiqe dhe, e kështë hedhë në pyje atje. Faleminderit. Je në ruar. Vrau duhet vra, ta vraq, jo ta losh gjallë. Të vras një foshnjë, ose një vajzë shumë të rej. Faleminderit. Ne morëm nga televizori edhe nga Facebooku, nga telefoni. Edhe njerëz tu nuk ka, janë në Itali. Ngjarje e ret për ju si banor të fshatit? Gjara e rëndë, të vraq letin, për qa? Për dashurie, për gjara, që kush e di.